Atëherë për fund doktor, na trego arritjet e ortopedisë në Kosovën tonë. Ashtu si e përmenda pak më herët, më ka ra me dal jashtë edhe me pa sa është niveli i mjekësisë, i shkencës jashtë dhe tek ne. Fatmirësisht, në këtë kohë, pas liberalizimit vizave, shumë prej mjekëve ju ka ra me dal ashtu sikur mu, edhe që si të themi përvojë, ato që kemi pa, mund të realizojmë tashme edhe në vendin tonë. Dhe kjo do të shpije në zhvillimin e mjekësisë në hapa shumë të shpejt. Unë për veten time jam i kënaqur. Shumë procedurat që nuk janë realizuar deri më tani realizohen në Kosovë, sidomos kur flasim për protezim, protezat, revizionet, me parë janë bërë jashtë Kosovë, Shqipëri, shpeshherë shkojnë pacientat edhe në shtetin fqinje, po tash realizohen dhe nuk ka nevojë të dalin jashtë Kosovës, vetëm ndoshta për një segment, një lëmi ortopedinë onkologjike, ndoshta pak kemi ngecur këtu, por një pjesë të madhe realizohet në Kosovë.